Të nderuar teleshikues, përshëndetje. Unë jam Roland Qafoku dhe ky është emisioni Dekalog. Bashkia e Lezhës duket që ka një vëmendje të veçantë, jo thjesht për këtë sezon turistik, por në 12 muajt e vitit. Dhe jo vetëm për turizmin. Mund ta nisësh nga turizmi, sepse ajo është pjesa e luanit, po themi, në gjithë aktivitetin e saj, por edhe pjesë të tjera të kësaj bashkie. Dhe ajo ka një kryetar që të paktën për ne gazetarët është një mik i veçantë për gjithë karrierën e tij, dikur në Policinë e Shtetit dhe pastaj në politikë si deputet dhe tashmë si kryetari i Bashkisë së Lezhës. Pier Indreu, unë kam kënaqësinë të zhvilloj sot një intervistë me të pas shumë kohësh përpjekje mungesë koordinimesh, por jo vetëm për Lezhën, sepse ai është kryetari i Bashkisë së Lezhës, por gjithmonë profili i tij i lartë politik e bën që të japi mendime, të analizojë, të debatojë për çështje të politikës kombëtare. Zoti Indreu, faleminderit që pranuat ftesën. Faleminderit ju. Më në fund kapa. Edhe jemi miq të vjetër. Po ça thua mo? Po mirë, jemi kulmin e sezonit punëve dhe s'ka vesh dot. Si po shkon ky sezon turistik për Bashkinë e Lezhës? Mirë, duhet thonë. Roland, ne kemi që nga pas pandemisë që mbajmë një ritëm të stabilizuar të turizmit atje. Me ngjitje të lehta çdo vit, po ngjitje. Pse ka ndodhur kjo? E para është rrit konjunktura e çmimeve. Pra Lezhë nuk ka bërë deviacione të rënda në çmime, edhe në ushqim, edhe në shërbimet e ditës, në shezlone, në stacionet plazhi. Ne kemi ndërtuar një sistem menaxhimi shumë fort, pastërtia është në nivel pothuajse ekselent është. Me oraret përcaktuara, me qese, me biznesi, me familjar. Në Shëngjin nuk gjen bletër në tokë, e them me krenari kemi vendos kushte. Jo vetëm në Shëngjin, ë? Kur themi në Shëngjin, në gjithë vjen bregdetare. Ku kemi vendos ku është këndi lojrave, ku është shëditoria, ndriçim të ri kemi bërë, disa shëditore të re kemi bërë, disa investime tjera në infrastrukturë kemi bërë, që e ka kriju një situatë tjetër, plus punën që bëjnë operatorët turistik, të cilët në fakt janë për gëzu. Në para sezonit bëjmë një takim përbashkët, komplet, dhe shëshojmë gjërat duke i diskutuar dhe duke marrë dhe mendimin e tyre. Tani mua më ka bërë përshtypje një, jo aksion, po një moment që nuk ka ndodhur ndonjëherë në Shqipëri dhe nuk e di a do ndodh që inspektorë të ndryshëm dhe punonjës të policisë bashkiake kanë bërë sondime dhe atje ku çmimet ishin rritur, atë ka thënë kthej lekët. Ka ndodhur mbi 10 herë ajo, mos më shumë. Kjo ishte fantastike fare. Po ne nxorëm numrat tanë telefonit, të stafit komplet. Menin telefon njerëzit? Po, ne i nxorëm Facebook dhe njerëzit filluan denoncun. Ka një tendencë për të shmangë. Duhet kuptojmë një gjë. Sot me vendimin e Këshillit të Ministrave, shëzonë marrin hotelerit për shkak të dhomave. Pra e marrin për klientelën e vet. Po. Ama në momentin që e shesin, sepse nuk ka zonë, se nuk janë dhomat të mbushura, atëherë do ta shesin me çmime referencë, që i vendosim ne, jo me çmime kështu të vendosura nga vetë ata, sepse pastaj krijohet ai fenomeni i marrjes lekëve dhe në hapësirën publike, ti s'mund të krijosh fitime për te. Është e mundur që kjo të kontrollohet, zoti Indreu? Po, është e mundur. Kontrollohet? Po. Tashi, po le të themi në 95% të territorit ne e kontrollojmë, në deviacion edhe gjejmë në ditë, por ne ndërhyjmë me njëherë. Shkruar traditë tashmë. Tani kjo është krijuar traditë se unë shikoj që territori i Bashkisë së Lezhës domethënë ka një lloj disipline që mua domethënë besoj dhe shumë të tjerëve i pëlqen. Tani kjo lidhet me faktin që kryetari i bashkisë ka një background policor, se i bie kështu që duhet vëmë kryetar bashkie o ca oficer policie dhe rregullohet ky muhabet pastaj. Edhe për atë, sepse Erland, ti e di se unë jam i shkolluar dhe i formatum në punë ku kam qenë në Policinë e Shtetit për të qenë disiplinuar. Jam dhe në atë punë. Jo, mua mbëri përshtypje, po në moshën tënde 60 vjeç edhe disiplina jote duket edhe te trupi yt, se po ti ishe një kryetar bashkie kështu me bar kështu, ai do thoshte je i padisiplinuar. Unë shkoj në 18 hyn zyrën. 18.
Shkoni parit. Çdo ditë, po. Është një marrëdhënie e përditshme me stafin tim ku në 8:30 me stafin e ngushtë ne bëjmë një takim. Pim kafe, bëjmë një takim dhe sheshojmë problematikat që kemi në ndjekje, ato që kanë qenë, që janë dhe do jenë të nesën. Pa vendosim pikat mbi i. Me 8:30 secili shpërndahet dhe unë vazhdoj një agjend të përcaktuar rrapsisht nga stafi im, ku hynë aktivitetet të ndryshme, pritje me njerëzit, dalje në terren tek investimet. Është një ritual i përditshëm që unë e ndjek me shumë rregull, nuk bëj diskutime të gjata për ato gjëra që duhet të bëhen, që janë të diskutuar, është duhet ta bësh. Nuk merrem me drejtorët, nuk shkoj për t'u nxjerrë jetën tërë ditën, nuk merrem fare. Me drejtorët merren nën kryetarët. Nën kryetarët. Çdo problem që të kanë drejtorët do shkojnë fillimisht nën kryetari i përkatës. Dhe nëse ata nuk gjejnë zgjidhje, do vinë të dy bashkë të unë. Ndryshe nuk funksionon. Është një sistem, unë mendoj që është një sistem i organizuar mirë. Për hir të kësaj ne kemi bërë përmirësime drastike, mos harroj kemi gjetur me 4.6 milionë euro borxh. Po tani? Zero. I ke zeruar? Po. E kemi gjetur. Si e ke bërë zërimin? Si arrit? Ka administru, ishin 1200 vetë në punë, Roland, 600 nuk ishin fare, merrnin rrogën. 67% e buxhetit shkote për rrogë. 17% shkote vetëm për investime. Na u desh të hyjmë në reformë strukturore në 2019, të ulim numrin e punonjësve, të fitojmë 1 miliard lekë në vit vetëm nga fondi i pagave. Po sa punonjës ke tani? Tash kam 870. Do të gati 400 më pak. Po. Mos harrojmë se janë shtu shërbime gjatë viteve, na është detyruar prapë të rikuperojmë, kemi pas më pak. Mirë, është normale kjo, nëse ti zgjerohesh dhe arrin fitimin. Sot 57% e buxhetit shkon për investime. Domethënë, ekuilibri mes rrogave dhe buxhetit është dukshëm në rrogave dhe investime është dukshëm në favor të investime. 12.7 kam gjetë, 12.7 miliard buxhetin, 25.5 e kam dyfishuar. Po si e ke arritur ta dyfishosh? Ku i merr të ardhurat? Duke menaxhuar taksat, duke menaxhuar shpenzimet, duke punuar me shumë fanatizëm në atë që quhet buxhet, në të ardhurat dhe në shpenzime. Të ardhurat më dhaja në cilin sektor janë? Turizmi? Turizmi, kuptohet. Dy shtyllat janë zhvilluar aty. Turizmi dhe bujqësia. Dhe bujqësia. Po. Tani te turizmi. Turizmi kemi burimin kryesor të ardhurat. Do të kryesisht është në 3 muajt e verës? Në 3 muajt e verës është edhe ndërtimi që hyn në këtë histori, bashkë me taksën e infrastrukturës. Dhe ne po ecim tashmë, mendoj që këtë vit ne do kalojmë me shtesë buxheti bile, do të qëmë të 30-shi. Dhe mendoj që vitin tjetër ne do jemi akoma më përpara. Domethënë jemi në bashki që po performojmë në ngjitje të përhershme. Plus që jemi në 4 bashkitë më të mira në thirrjet e huaja, që kemi fituar thirrjet e huaja. Pra kemi strukturuar disa pika duke u fokusuar. Nëse fokusohesh, sepse askush nuk ka lindë i ditur. Kur kam mbaruar në Akademinë e Rendit, shkollën e lartë të Ministrisë së Brendshme atëherë, kur kam dalë në punë, disha termologjinë, por nuk disha si bëhet. Më shdesh të kopjoj. Më shdesh të mësoj nga kush, nga inspektori i policisë së Rendit, nga një inspektori i policisë kriminale që kishte përvojë, kam marrë dokumentat dhe kam hap. Pra, ne na u desh të mësojmë. Pastaj mos harro na ra tërmeti mas 3 muaj që fillon punë, pastaj ra pandemia, pastaj kriza ekonomike. Po ka qenë situatë botërore për shkak të luftës në Ukrainë. Pra ne kemi kaluar në një tra ekuilibri shumë vështirë, por në fund ne kemi dalë që të jemi në dorë më të mira. Vitin tjetër do zhvillohen zgjedhjet lokale. Ju aspironi, besoj, për të qenë përsëri? Absolutisht po. Absolutisht po. Sa është sigurt e thatë këtë? Po, është lidhur me sistemin e investimeve dhe mënyrën se si po ecim ne atje. Tani, nëse kemi një ecuri pozitive dhe nëse kemi vendosur disa piketa, e nëse po shërojmë buxhetin, e nëse s'kemi borxhe, e nëse po japim produkt, atëherë ne nuk mund t'i lëmë banorët e Lezhës të mendohen dhe të bëjnë eksperimente. Ligjërisht ne na takon 3 mandate dhe unë mendoj që duhet i bëj 3 mandate. Ky është mandati i tretë. Të lëni shenjë
të pashlyeshme në historinë e menaxhimit të bashkisë. Çfarë synon të lësh se infrastruktura ka ndryshuar? Ajo që mos desh të zgjidh bashkë me qeverinë ka qenë Milat Ballreni. Personalisht kam bërë shumë presion në kuptimin e mirë të fjalës, shumë presion. Dhe më duhet të zgjidh çështjet e infrastrukturës së zonave rurale. Ne jam në proces, mendoj se deri vitin tjetër ne zërojmë mbi 80% të tyre, unë duhet ta mbyll atë histori, që Lezhë të mos ketë më rrugë ku është balë, ku është grop, sepse është zonë turistike, do japim fizionominë e një zone turistike, duhet të bëj rrugën e Velës, një rrugë malore aty shumë e bukur, një zonë shumë bukur, dhe duhet të mbaroj edhe rrugën e kaluarit në njësinë e Kashnjetit, dhe disa problematika tjera që kanë bëjnë me emergjencat civile, që kanë me prita malore, me kanale, sistemin e kanale kollusë. Keni fjalën për kur ka situata rreshjesh? Absolutisht ne kemi amortizuar, tashmë kemi amortizuar 80% të situatës. Tash jemi duke mbyll historinë e disiplinimit të rrëve të zeza të bardha në qytet. Po do bëjmë qendër multifunksionale të trajtimit të mbetjeve të riciklueshme me gizin gjerman, që është një super gjetje. Po dhe? Dhe domethënë do ta çojmë në tjetër fazë historinë Lezhë. A pati probleme turizmi, po dhe sektor tjerë, gjatë kohës nga 30 maj që ka filluar protesta, domethënë kemi ulje të numrit të turistëve në Lezhë? Që ka të kurrje, janë raportuar të kurrje. Lezhë mban një ritëm çik si më të stabilizuar, për shkak të atyre fenomeneve që thash. Po? Janë shqiptarët e Kosovës në zonë 65% të klientelës. 65%? Po, të klientelës. Pastaj si vjet ka një fenomen që kanë ardhur edhe shumë polak. Polak? Norvegjez, kanë ardhur gjerman. Sa ditë rrinë pak a shumë? Hollandez. Po varet nga 3, 5, 7, kanë ardhur kroat si vjet. Kroat, më kanë marrë mua në telefon. Kroat? Po kroat. Ata kanë një vit britatarë të jashtëzakonshme. Po, miq të mi, po se do të ndryshojnë, parasysh. Izraelit kanë bler apartamente. Vetëm shtetas polak kanë bler mbi 200 apartamente atje. Janë mbi 100 familje italiane që kanë bler. Në Shëngjin? Shëngjin. Kanë bler apartamente. Të pas kanë pushtuar bashkinë, zoti Ndreu? Shqipëria nuk është për të shitur. Jo, nuk është për të kanë bler apartamente, po kështu vinë ata. Tani, okej, por përpara se të shkojmë te zgjedhjet lokale ka një situatë politike, po themi kombëtare. Si keni parë protestat? Sigurisht që jeni kryetar bashkie, unë e thash në fillim të emisionit, por gjithmonë keni mbajtur profilin e lartë të një politikanit nivelit kombëtar, nuk e keni ulur atë pjasën tuaj. Si keni parë protestat? Jo, një protest që të ndodh, mund të ndodha shumë e shnetshme, që të ndodh, se kemi tamam në përcaktimin e duhur. E shëndetshme. Po, jam shumë dakord që njerëzit të dalin të protestojnë. Ama të kenë kur proteston, gjithë opinioni publik shikon se ore cili është boshti. I vetëm i boshti që është tani për shembull, që flasim, e nisi mirë, tashti është vetëm bojatisja e qeverisë dhe Tiranës dhe gjithkujt që është i majt. Pra është një grup njerëzish që është reduktuar në 100 vetë. Jo, ata thonë Rama në burg, Berisha në burg, ata thonë dhe Berisha. Atë Berisha në burg e kanë harruar ato dhe s'kanë e thënë në jashtë, kështu po Berisha është brenda, tashti po ta shikosh, janë 100 vetë që kanë dalë në profilin e dhunës. Dhe në 100 vetë para parlamentit, bëjnë e viktimizohen, ati shkën për plasë me policë, gjujnë policë me gurë, gjujnë njerëzit me vezë, me domate. E para punës ligjërisht njëherë policia shtetit një dhe garda 2 kanë për detyrë të mbrojnë deputetet. E kanë detyrë funksionale. Do thënë duke thënë kur i qëllojnë me vezë, garda dhe policia duhet t'i mbrojnë? Në qoftë se qëllon një njeri me vezë në rrugë, çfarë? Po unë jam i votuar, zotin. Më falë, çfarë rëndësie ka? Jo, ka rëndësi. Jo, ti si gazetar nuk të pëlqen tjetri. A si gazetar thua ti? Po pra. Si gazetar po patjetër që unë Çfarë do bësh? Çfarë do bëj unë? Do ta çojmë polici. Atëherë çfarë do bëj policia aty? Do ta mbrojë parlamenti është institucion i rëndësisë veçantë. Dhe në momentin që është institucion i rëndësisë veçantë do të mbrohet. Në qoftë se sulmohet, qoftë edhe me
me një guralec, je detyruar ta mbrosh, je detyruar me ligj. Dhe si thu ti, policia krimit pse më ndalon, pse s'bën, çfarë do të bësh ti atje? Ju jeni duke thënë që policia ka vepruar brenda rregullit? Policia po mban, shikoj, hyn në internet dhe shikoj policinë gjermane, angleze, shikoj çik. Jo, këtu jam shumë dakord me ju, por ka një problem. As edhe një njeri nuk është lënduar aty përveç sa shoqëruar. Okej. Nga policia. Keni shumë drejt. Po, policia në momentin kur ti shkon atje dhe merr në përkam dinitetin e një deputeti, qoftë kush qoftë ai, nëse ke një gjë shkon atje, ai duhet, po shkon në drejtësi dhe thuaj. Jam shumë dakord me këtë, por ka një standard zoti Indreu, se ju jeni oficer i vjetër i policisë së shtetit. Me atë zell që ti mbron deputetët sepse sulmon kuvend me vezë, a keni ju të njëjtin zell për të luftuar krimin, sepse kjo është thelbësor në këtë aspekt. Unë nuk e shikoj, unë kam parë në rrugë me sytë e mi, do të ngjarje dhe polici nuk ndryn. Pse kaq zell polici për të mbrojtur politikanin? Tani nuk është një gjë se një ngjarje për shembull me armë në gjithë botën nuk është e lehtë për të parandaluar në rrugë. Ose një ngjarje, një polis për shembull është i paorganizuar në rrugë dhe mundet që mos ta përballojë intensitetin e ngjarjes, është normale. Ama aty është një sistem i organizuar shërbimesh që vjen për shkak të një gjëje të paralajmëruar. Mos i ngatrojmë fenomenet, janë dy gjëra të ndryshme. Pra, nëse ne marrim një impakt se do sulmohet deputetët dhe tentohet me hyrje në parlament, atëherë çfarë do bëjmë aty? Rrim ti presim. Ti them hyni. Jo, thash keni të drejtë aty. Por njëti zell duhet edhe për të luftuar krimin. Kjo është stili Sali Berishës origjinal. Kto kanë dalë. Ju jeni duke thënë që këtë bën Berisha? Po, sintonia e sjelljes Saliut, e artikulimet Saliut, e asaj që kërkon Saliu është e njëjtë me ato që janë jashtë. Po jo, keni informacion që këto i bën Berisha apo se kuptova? Po, që bën Berisha zgjidhje. Jo, Berishën e diun që ke shumë xhanti, po. Do t'i marr me eksponent tash, se unë edhe njoh. Janë të Berishës, janë të Kush janë ata? Shpend Gashi, është një njeri Berisha Budalla. Ti e ke në atje, me gjithë ato grupin e tij janë të Berishës. Le çfarë thonë ne çfarë bëjnë tash. Mos thym në emra më gjatë. Mirë, nuk është vetëm Shpend Gashi atje, ka dhe të tjerë atje. Shpendi me gjithë grupin e tij janë Sali Berisha në rrugë. Dhe mënyra e të sjellurit të sotëm është origjinal ajo skema e Saliut, ndërkohë që nuk fitoi asgjë, tani banalizoi edhe protestet. Ja uli kredencialet edhe atyre që realisht dalin, dhe ka njerëz që dalin, për të drejtë, për të protestuar, për disa problematika që në fakt duhen adresuar. Tani këtu do të nësh ajo më e rëndësishme. Zoti Ndreu, është vënë në vështirësi qeverisja e Edi Ramës nga protestat, jo këto protestat që thua ti të dhunës aty në parlament. Është vënë në vështirësi qeverisja nga revolucioni Flamingo? Tani, dy gjëra do të kesh parasysh. Në kuptimin politik të stabilitetit të qeverisë, të qenies apo jo, nuk ka asnjë lloj problemi fare. Ama në kuptimin e impaktit që ka dhënë në disa çështje të brendshme edhe të Partisë Socialiste, po edhe të raportit të qeverisë me qytetarët, po, ka dhënë goxha tronditje. Unë mendoj që pavarësisht se jam një pjesë e mazhoratë, unë mendoj se qeveria ka shumë për të korrektuar. Ka shumë pas mandatit. Çfarë ka për të korrektuar? Administrata ka për të korrektuar shërbimin ndaj njerëzve. Unë mendoj se ka koha që të vihet taksative, që çdo kërkesë, ankesë e një qytetari nuk do të kalojë 10 ditë pa i dhënë një përgjigje. 10. Ai që kalon 10 ditë dhe nuk ka dhënë një përgjigje, kushdo institucion duhet përgjigjet. Personalisht unë këtë kam bërë bashkinë time. Çdo të hënë kam një statistikë në tavolinë, kush nga drejtoritë ka kaluar 10 ditë dhe nuk ka dhënë një përgjigje. Kush? Tash i përgjigja nuk i kënaq gjithmonë qytetarët. Po sigurisht, po të paktën duan një përgjigje. Por amon, nëse refuzohet, merr një përgjigje shtërruese me shkrim në Bashkinë Lezhë. Nëse i kryhet, shkohet dhe i kryhet, se i takon. Pra, në qoftë se administrata nuk shtrëngohet të zbatoj ligjin dhe të jap përgjigje qytetarëve për çfarë do lloj halli që ato kanë, të bardh apo të zi, të qenë apo të pa qenë, ato duan një derë që të trokasin dhe të zgjidhin problemin.
E nëse ti identifikon se një problem është zvarrit dhe ati i takon ligjërisht, duhet merë masa ekstreme për drejtues administratës dhe për njerëz. E para kjo është, nëse njerëzit gjenë një shërbim, zgjidhje, janë më të qetë në marrëdhënie me pushtetin. Okej, zoti Ndreu, unë e vlerësoj këtë që ju thatë dhe bravo Bashkisë së Lezhës që ka arritur këtë. Po e bëj ashtu e bëj. Dhe jo e besoj. Çdo vërtetim që më vjen një qytetar për të merr sot. Jo, unë e besoj se unë e di kush është Piri Ndreu. Merr brenda ditës. Unë e besoj këtë zoti Ndreu. Por problemi është që ne duhet ta zvoglojmë këtë problem madhor që ka qeverisja te vetëm te administrata, kjo është qëndron. Problemi është shumë i thellë, zoti Ndreu, sepse gjithë problemi u kris kur zoti Rama nuk dha okejn spakut për zonjën Balluku. Aty fillon, ajo është pika e rëndësishme. Dhe zoti Rama të tjerët ju ka thënë që vazhdoni betejën me drejtsinë, por zonjën Balluku nuk e bëri. E para ka një keq interpretim me dashje këtu. Pse? Para punës Rama ka gjyku bashkë me mazhorancën dhe është në gjykimin e vetë. Ligjërisht është në gjykimin e vetë. Spaku ja kërkon parlament. Parlamenti e peshon ato, nuk e thot mënyrë qorras, prit se po ta jap. Jo, pse nuk veproi si të tjerët që vazhdoi këtë tip betejë me drejtsinë. Shpërndërimi i detyrës që duhet ndryshohet mund të çojë në arrest çdo prej nesh. Shpërndërimi i detyrës. Kushdo që ka një post qeveritar edhe vetë drejtuesin e SPAK mund ta çojë, që nesër. Problemi është tu që nëse ti akuzon për korrupsion apo për shpërndim detyre. E kanë nda qartësisht. Duke thënë nëse akuza do ishte korrupsion, Rama duhet ta lëshonte? Do kishte dhënë. Po nuk është akuzuar për korrupsion. Dhe e dyta, po çfarë ishte? Më falni një minutë, detyre tani, lutem. Një minutë, jo, të lutem. Po më varet tani e dyta nuk ka ndërhyr fare në tim. Hetimi vazhdon, gjykimi vazhdon. Që nga problemin e së? Jo, vazhdon, po... Nesër mund t'jepet një dënim. Standardi ka ndryshuar, më? Jo, s'ka ndryshuar fare. Po ka ndryshuar, sepse Ilir Beqa, Erion Velia, të tjerë, a i tha vazhdojnë betejën tuaj. Më falni, ka një problem me memorin tonë. Këtë histori e shpikem ne, mazhoranca, Partia Socialiste e Shqipërisë. Po pse se mbajtët? Një minutë, e mbajtëm prapë. Jo, se mbajtëm? Jo, ne erdhëm dhe vendosëm për herë të parë në Shqipëri standardin ku qytetari thjesht dhe pushtetari më i lartë shkon te drejtësia. Ne e kemi sjellë. Okej, po. Ne e kemi sjellë. Po. Dhe ne për një rast... Po zonjë Balluku nuk e zbatuar. Për një rast ne nuk jemi të bindur se arresti është zgjidhja. A do deri tani ishit bindur tani me zonjë Balluku jo? Arresti ka një linë tjetër ku mund të ndiqet, është në gjyq. Në gjykat mundet që të vendoset arresti me dënim. Pra ka një vend ku ne nuk hym dot. Dhe ne nuk e kemi pengu këtë rrugë. Pra po ta kishim pengu këtë rrugë, ne nuk kemi të bindur për shembull që për shpërndimin e detyre do shkojnë në arrest. Jo zonja Balluku, por kërkush. Tani, nëse vjen nga SPAK-u një kërkesë me akuzën korrupsion, ju në mendimin që zoti Rama do ta t'jap okej? Për korrupsion është tjetër gjë, pastaj ka gjykim tjetër. Do t'japi okej? Ka gjykim tjetër tash, nuk jam deputet. Ka gjykim tjetër. Ju jeni deputet, ju jeni politikan i rangut lart, nuk jeni kryetar bashkisë së Lezhës. Mos thirr këtu të vendos unë për 140 vjet në parlament. Po jo, ju quheni Piri Ndreu se ju keni qenë në parlament. Unë të thash ka gjykim tjetër, kaq për korrupsion. Ndoshta për shpërndimin e detyre duhet pak ky punë se për shpërndimin e detyre jo çdo pushtetar mund të shkojë mbrojtje. Tani, ky është problemi i dytë. Por ne edhe një herë, ne jemi mazhoranca e vetme që sollëm stekën deri këtu. Dhe e prishet me zonjën Balluku. Ja nuk prishëm asgjë. Prishet zoti Ndreu. Ja, tani lutem tani. Ky është perceptimi i gabuar. Jo, s'është perceptim, ky është fakt. Dhe fakti është shasluajës i imi. Çështja penale a vazhdon? Po vazhdon pa jo, ajo deputete. Më fal, po le të jetë më gjykimi vazhdon. Po ç'a ndryshon në ndërhyrjen? O zoti Ndreu, unë jam i bindur që po të ndodhte ky larg qoft ty kjo, ti kishe lënë mandatin, kishe lënë detyrën te, ç'e vajt atje. Ti se ke pas fare standardin më, ti se ke afru pushtetarin deri dje. Atëre bravo që ju e vendosë standardin. Po ne kemi bërë. Ne e sollëm Shqipërinë në ditën kur ti si pushtetar dhe ti si qytetar shkeni një lloj. Dhe ti ma kthen muket. Kjo është absurd. Dhe dele thu pastaj. Dele thu se kjo ka gjysmën e qeverisë burg, por ne mos i hapëm rrugën. Do ta mbyllim nesër, ne 85 vota i kemi. Kur të donë, ne mbyllim nesër. Do ta mbyllim nesër. Qeveria ka se mund ta mbylli, SPAK-un. Po, e mbyll nesër. Po doni, ë? Po se bëjmë ne. Po nuk e bëjmë se kemi kriju vet. Dhe ne kemi kriju duke pas parasysh edhe kostot që do kishte PS-ja mbrana.
Si kujtoni ju, se nuk e kemi llogarit kostet tona, po që për 10 vjet parashkruan gjithë krimet e kohës së qeverisës së PD-s. Dhe si vjet ne, domethënë 10 vjet e pas, ne hashim kosuret e qeverisë tonë, në SPAK, edhe këtë kemi llogarit. Por ne kemi bërë kompromis me standardin, jo kompromis me... E keni bërë, po e keni prishur. Kalojmë një temë tjetër. Zoti Ndreu, ti ke formim në polici, ke mbaruar akademin dhe duke qenë dhe geg, ka një shprehje që lidhet edhe me drejtësinë, edhe me sigurinë, po edhe me gegët. Që kur doli shkresa, iku besa. Tani, mbas kaq vitesh nga ky postulat i nxjerr nga populli geg, Partia Socialiste dhe zoti Rama vendosën tavolinë të gjithë, po themi, politikanëve më përfaqësues, deputet, ministra dhe drejtues të qarqeve, një kod atje, një libër, vendosin besën. Që lidhje ka kjo besa, zoti Ndreu? S'kuptova asgjë, unë ju kuptova gjë? Po kuptova. Ç'a kuptovat? Po kuptova sepse sot në këto kushte rrethana, kur protesta është kaotike totalisht, ku s'dihet kush është i parë dhe i dyti atje, që shkon e zien, njëri bën konvente, tjetri bën veze, tjetri shkon e bën sot kemi ardhur të hamë pime tjera aty, pra që është një kakofoni pjesëmarrje totalisht pa bosht, pa gjë. Në këto kushte, kur ata nuk po krijojnë dot një informacion politik, në kushtet kur Berisha i ka futur hund direkt në protestë, është identifikuar si pjesë e protestës, atëherë i takon qeverisë që të reflektojë. Kujt i takon? Ky është reflektim? Po sigurisht është reflektim. Duke i dhënë një, po themi, një libër atje me emrin Besa, ç'lidhje ka Besa? Edi Rama ka reflektuar dhe ka kuptuar se jo të gjitha gjërat shkojnë mirë në qeverisinë e vendit. Dhe kjo bëhet me anë të Besës? Tash ti mund ta qush, ju merrni një fjalë Bese. Po ju më është titulli i materialit? Ai thot, po shumë mirë. Ai thot që unë i kam identifikuar gjithë problematikën që merrni nga rryma e fillimit që deri këtu jemi okay. Shumë mirë. Ka identifikuar grupin e njerëzve që dolën atje për të kërkuar realisht diçka. I ka identifikuar. Edhe këtu jemi okay. Ka marrë sinjalet e duara të kërkesave që ato kanë bërë. Edhe këtu jemi okay. Dhe i ka vu këtu në tavolinë. Po pse Besa? Më falë, po si do të azirës në dyrëshëm? Pa Besë? Bëhet me Besa, pëse me Besë punon ti në kryet bashkisë të legjës? Ajo është një fjallë shqiptare, mos e në është e përdorshme, si në është e pa përdorshme. Jo, ajo bëhet me shkres, jo me Besë. O, më falë një minut, edhe me shkres... Unë janë tosë vetë, po nga gegët e kanë gjurë. Jo, edhe, shiko... Që kur doli shkresa, iku Besa, thoni ju. Ma gjë, nuk... Jo çdo shprehje është absolute. Jo, po... Ti e bën me shkres bashkinë e legjës. A ka mundësi... Jo çdo shprehje është absolute. Kur kam shkuar në bashkinë e legjës, njerëzit kanë pasur një perceptim shumë të zi për mua. Por kur kam punu pastaj, kur i kam dhënë... Ta ka bërë politika aty? Jo. Kur kam hyrë pastaj kam punu, njerëzit kanë kuptuar se ky mund ta bëjë ndryshimin, mund ta bëjë gjë, edhe ndonjë gjë që e bëj gabim. Për ka plot gjëra që nuk shkojnë ashtu si duhet, dhe njerëzit prapë besojnë të unë se ky mund ta ndryshojë. Atëherë këtu hyn ajo që thotë Besa dhe ka sens fjala Besë, sepse ore, pavarësisht se unë kam gabuar në 5 gjëra, ju e dini se unë mbaj dhe mundem me ndryshu dhe sot në këto kushte rrethana që kemi, është i vetmi Edi Rama që mund të bëjë një transformim të kushtet apo. S'ka njëri tjetër, për momentin. Po prodhojeni pra, një forcë politike aty në shesh. Ku është? Apo Saliut, realisht. Do të shkojmë zgjedhje parakoshme nesër. Ke qef? Do të po të shkoni zgjedhje parakoshme fiton pse e prapë jo duke. Po si do. Mi mund të bëni pyetje kush fiton nesër, nëse shkojmë, nëse Rama jep dorëgjën sot. Jo, me ato opozitë, me gjendjen e opozitës keni drejt, fiton Partia Socialiste, po kjo nuk është fitore. E disa është kota PD-s, besoj e din, sot. Sa është? 19%. Sa? 19%. Këto janë sipas sondazheve që keni kryer ju, si parti? Kur pse nuk ka pas sondazhe të gabuara? 19% partia. 19% në gjitha llojet e sondazheve. Po mirë, pse shkoni zgjedhje parakoshme? Fitoni me. Pse ne përçajemi për ta futur vendin në kolaps? Prap ne do vim. E prap ne do fillojmë të bëjmë marrëdhënie me njerëzit. Po ne jemi këtu. Si do shkojmë? Do të shkojmë. Në fundit, nëse duhet do të shkojmë. Çfarë problemi ka? Nëse kemi frikat punë. Po bëni. Po nuk do ta bëjmë për momentin sepse kemi një zgjidhje, kemi qeverinë, kemi mekanizma dhe ne po. Kryeministri reflektoi. Ju ka bënë një fjalë Besa. Unë mendoj që kryeministri ka kuptuar gjën.
Dhe kjo është pozitive. Kjo vetëm më marr pozitive. Ore, vërtet ju duhet të ngreni një hipotetë. Ore, vërtet e ka ky që duhet ta ndryshojë këtë gjë? Dhe këtu keni për qenë, ka për të bërë revolucion. Kush do bëjë revolucion? Ai, kryeministi i Zoti Rama? Po revolucioni sigurisht ky i flamingove, çfarë revolucioni do bëjë Rama? Revolucioni i flamingove ka ngeli sorra dhe mirë thotë ai. Kanë ngel të Saliu, tash i kanë ngel ca qytetar, mos ja amhagun, por e kanë marrë në dorë tjetër kush. Nuk fryhet më. Tani ajo që po e ke vurë re, nuk ngjitet më një protestë, unë kalova më Rama aty. Me të thonë drejtën, merri gjyna. Jo, ti ke fërkuar duart për leri këto tani. Landi, unë nuk kam dyshim asnjëherë se unë jam mësuar me protesta. Kam qenë në policinë e shtetit vetëm kur ka humbur Gjela, ka fituar Rama në 2003, janë bërë 40 ditë protesta, do kjo ja ka kaluar. 40 ditë aty në bulevard. Unë jam mësuar dhe di formatin e protestës dhe di ku çdon qeveria, ku mund të rrezohet qeveria. Me këtë format kur s'ka produksione, kanë produksione vërdall, po se porzon qeveri ky format ose një ditë që qohet PD-ja pesh dhe e furnizon e vinë dhe ca e furnizon nga rrethet, edhe duke sigur është bonami, nuk rrezohet qeveria me këtë formulë kur. Pra, nuk mund të thush ti qytetarët 100 vet para parlamentit, 100 vet aty që nuk frymëzojnë askënd, që janë sakëlldia e njerëzve se ajo sjellje është shumë e bezishme për shqiptarët më. Në vërtet mund të ketë kësur Edi Rama dhe duhet të kritikohet apo duhet bëhet apo në njëri kam lef. Unë i shoh ca që ku kanë lindë kanë lefin në trup. Domethënë kush do të shkojë aty që ku kanë lindë vetëm lef, zi, ster. Nuk është çështje Edi Rama, kanë çështje të brendshme atë fund. Disa e kanë me Edi Ramën personalisht. Pse? Disa janë në administratë që kanë dështuar në administratë dhe dalin aty. I kam pasur dushën. Kam pa njerëz që kanë dështuar në mënyrë spektakolare në administratë. A ka gabime Edi Rama? Se ju jeni nga ata që keni karakter. Kush është ai pushtetar në botë që ka pushtetin në një shtet dhe s'ka gabime? Po, problemi është se varësit e vet nuk e thonë këtë. Kush nuk e tham unë? Po, juve po pyet se di që do thoni. Cilit janë gabime gjithë të që ndodhi? Çfarë gabimi ka bërë zoti Rama? Administrata edhe një herë. Jo, vetë çka ka bërë vetë ai? Linja e komunikimit. Ta them unë, linja e komunikimit, qeveri, poshtet lokal, drejtoritë përgjithshme, qytetar duhet të zgjidhet. Duhet të zgjidhet patjetër. Ekuacioni i komunikimit në mes qeverisë. Po atë Rama duhet ta zgjidhë zoti? Rama ka bërë përpjekje, sot ti keni platformë bashkëqeverisje ku çdo qytetar ankohet dhe në fakt ankesat na vjen në institucione. Pavarësisht se institucionet pastaj bëjnë ç'a bëjnë. Kalon një dritare për gjithë njerëzit, kalon për ndërtimet, kalon dritare, komunikimi, kalon telefonin e vet. Rama merr pafund SMS dhe SMS-t e Ramës adresohen menjëherë te dikasteri për ka. Është për gabime për Ramën, jo për gabimet e varësve të Ramës. Sa do jam lodh unë në Lezhë, nuk jam i kënaqur me administratën time në nivelin që unë du. Ose që qytetarët du, sa do. Ka një problem Erland. Ne jetojmë në Shqipëri. Unë për shembull si kryetar bashkie, po marrë kryeministi ja. Nuk mund të identifikohet me një kryetar bashkëpunës, s'mund të identifikohem në Rom apo në Londër apo në diku në Gjermani, unë sa të dalë të dera kam 4 kushi, 3 nipa, 2 komshi, 4 shërklase, aq është vendi. Jemi në presionin e pashembull të njerëzve tonë që duam apo s'duam, ne jetojmë për ditë aty. Atëherë si zgjidhni këto? Mundohem të ndjek linjën ligjore, po jo gjithmonë jam i zoti për ta bërë, me disa jam prish, sepse nuk po jam prish sigurisht, edhe me njerëz mi. Me njerëz tu? Po. E vjen e thot ti e zoti më qiell, ti e bën kët, po unë nuk jam zoti më qiell aty, po nuk e bëj dot. Jo po ti e bën dhe s'ma bën thotë. Dhe dele vjell vrerë, bile kam njëri timin që më vjell vrerë në Facebook. Njëri të në çfarë për shkak? Po ti më timin gjagut, po e kam tafër më. E këtë afrë? Po, edhe s'kam që t'i bëj. Qa do t'i bëj? Unë tashti, më kanë shkujt disa filani, nuk kam që t'i bëj. Sepse aji, kështu e ka konceptu Gjorë, se unë do t'jem një shërbetor qorras i njerëzit mi, dhe në Shqipëri ka një tregim me Edi Rama shumë bukur. Thot takova diku me një Sami dhe kryeministin e Indis. Dhe ju prezentova. Kryeministi kujti i Shqipërisë. Kush është Shqipëria? Se kishte fare. Vetë është një shtet 2,5 milionë banor.
2 milion gjysmë banor, qa halli pas këti. I të trama, jo, halë këti, se ke 1 miliard, o zotëri, ti pas ka halë, se ti të njofin gjithë, të presin aty, po mu s'kam halë, se mu s'njofin. Kështu që nuk është një lloj, Shqipëria ka një shifi emigrantët. Do t'i marrësh, po, shikoj kur vinë me pushime. Po? Spektakël në rrugë. Bëjnë manovra. E bëjnë dot në Itali? Kur? Ore spektakël në rrugë. Pra, shfryjnë të gjithë atë ndrydhin që kanë atje kashiligjit dhe vinë dhe e pinë. Jetë pirë në klube, bë spektakël. Edhe pëse në timon. Aksidente. Po pse e bëjnë këtë? Sepse aty ka policë, ka një qunteze, ka një shok, një komshi, policë, ka një gjohë që zumë ne, pra nuk kemi në një vend ku jemi aq të lirë për ta ushtruar funksionin e duhet shiku kjo punë. Nuk është e lehtë. Megjithatë më devijove një çik për gabimet e Tiranës. Mund më thuash? Jo, e kam fjalën që se për shembull një do ta them unë ai dakord. Jo, ta thash administratën pra thash. Jo, ore Rama vet. Çka ka Rama? Fatos Nano prodhoi disa kryeministra gjatë kohës që ishte kryetari i Partisë Socialiste. Nuk po them që te Ylli Bufi se ishte tjetër situatë, po aman krijoi Ilir Metën, Pandeli Majkon, Bashkim Finon dhe Edi Ramën. 4 kryeministra. Tani u ka krijoi Lulbashi? Po lere tani, Doni Lulbash. 4 kryeministra. Ore, a doni Lulbash? Ta gje. Zoti Rama, ja më lë ta mbaroj. Zoti Rama, ku e di ti çka kapacitet ka PS-ja? Jo, Zoti Rama, po unë kam të profilet e larta. Profili më të lartë politik, Mariana Koçekun parën e qarkut Shkodrës. Se e para, e para e qarkut Shkodrës. Tani, a i quani ju gabim këtë që bën Zoti Rama? Po, absolutisht po. Është fyri për socialistët e Shkodrës. Po, është e vërtetë. Se e para, nuk po them andaj 10-20. Unë nuk kam asgjë me ato, unë kam respekt për Marianën, por... Po jo, as unë s'kam, nuk është puna, është 25 vjeqe, 26 vjeqe. Nuk mund të ishte e para, dhe në momentin që ajo ishte e para, minimalisht duhet ndale mlefin e mërënshëm që e prodhon për të bë protagonizëm. Jemi në tjetën... Tashti për të protagonizëm, është e pa mundër që ti tullesh në bank, tulli minutin në bank, dhe mas 2 orë të them unë Rënë Qafoku, kështu. Është problem karakteri, jo. Dakor? Po faj është i Ramës? Faj është i Ramës. Dakor? Ja tha në njëri Ramës se si e vure atë të parë në kryetar. Si kam thënë, se në qarkun tim s'ka ndodhë kjo. Po të vinde në i këshu... Jo, s'ka shansë në lejshtë. Pse? Sepse do të ketë profil politik, do të ketë angazhim politik. Background, do të ketë po si do të jetë politike? Po si do të jetë politika edhe s'ka asnjë lloj shenjë politik. Në Shkodër nuk i tha dikush Zoti Rama, ç'a më bën? Me Shkodër, unë po tham në Lezhë. Po i thin si me Shkodër Zoti. Nuk është vënë në diskutim ndonjëherë kjo histori. Duhet të ketë profil dhe kontribut në politik. Nuk ka kontribut politik, s'mund të jetë kaq. Tani, çështja e dytë, rebelja e dytë po themi është Elisa Spiropali që nuk ngjan me rastin e zonjës Koçeku. Si i vlerësoni kritikat që bën? Ka mendimin e vet që thonë. Jo, mos u bëj djali urt këtu. Jo, kam mendimin e vet, nuk kam, vetëm një gjë nuk më shkon. Domethënë deri ditën që jem post, jem rregull, ditën që bie nga posti si jem rregull. Kjo nuk më shkon jo me Elisën, pas me Pjerinin dhe as me vllajën tim. Vllai im ka ra nga posti sapo e kanë heqë, kanë shkarkuar. Po. Dhe kam thirrë, kam ulur në tavolinë aty. Shumë jetë kanë bëjë tash. Kush është vllai juaj? Vllai im ishte drejtori i përgjithshëm diku, e shkarkuar. Po. Si quhet vllai juaj? Olin Dreu. Drejtori i përgjithshëm i drejtorisë zyrtare. Po. Dhe i thash shumë mirë ta kanë bërë. Do të ulësh kokën. Dhe do të vazhdosh jetën. A i zbëri një status Facebook? Absolutisht, zero. Sepse atë detyrë e ke marrë, e ke mbajt në një moment caktuar, nuk ke arrit pritshmëritë e dikujt, a janë të rregulla, as janë të rregulla, unë për vete gjykoj që është heqkot. Çfarë rëndësie ka ç'a gjykoj unë? Ama mu nuk më lejohet, familjarisht as vllai tim me dalë me bo atë, dhe shumë për këtyre që kanë dalë aty, rebelin. Shumë për këtyre që kanë dalë aty, janë të njëjtës kategori që vinë nga kategoria e të paknaqërve për shkak të mund. Elisa Spiropali është e paknaqur pse? Që uajshi nga ministri i jashtme? Elisa Spiropali nuk mund të jetë e paknaqur, s'ka si të jetë. Po jo, po disa probleme i shtron të me të drejta. Më fal një minutë. Demokracinë PS nuk ka, zotin Dreu. Më fal, kush ta tha? Se ka? Aman ma tregon mua që ka se do po habitem. Në Partinë Socialiste? Në Partinë Socialiste ka demokraci? Brenda?
Tani ti je politikan i vjetë tani? Se ti mendon se nëse në Partinë Socialiste flet Edi Rama dhe tjerë ndigjojnë vetëm? Po. Kush ta ka thënë këtë? Kush e ka thënë? Po. Po më ndryshon mendimi mua ti. Kjo është gënjeshtër. E para. Kjo është gënjeshtër? Kjo është gënjeshtër. Kjo është një fantazi që shitet për arsye që nuk e di unë, por Eron Braçe i pari, që në 2013 kur kam rasti veçantë i barazimit trekëndshëm, tjetër. Unë e kam kundërshtuar disa herë në grup parlamentar. Nuk i kam votuar në parlament, kam votuar kundër në parlament disa herë. Në buxhetin e 2019-s, në dhjetor të 2018-s, ne kemi Eron Braçe ka bërë 17 amendamente kundër. Mirë, këto janë ishu tek Samili, 3 ishu tek Samili. Një minutë lutem. Së shkjo demokracia. Prit ti them unë, prit them emrat tash. A do mlesh atë? Ti them emrat që i kam gjuar aty në grup parlamentar. 17 amendamente Braçe, 17 amendamente kundër i kam votuar unë. Qeverisë, duke qenë kryetari i komisionit Fatmir Gjafa, ka marrë qëndrim disa herë kritik brenda. Bledi Qurgji, kam qenë aty, ka bërë debat dhe ka marrë qëndrim. Për ministere, ka bërë shumë Ramën? Po, jeni herë, po disa herë në grup parlamentar. Bashkim Fino, i Pafati, djes pas. Shumë të tjerë që janë ngritë dhe kanë mbajt qëndrime në grupin parlamentar. Dhe kjo tregon që ka demokraci, pa ty u ikën gjua kur i thonë filani ministro, zoti Treuta. Tani, falni tash, a deshe shembuj apo s'deshe shembuj? Kënë ca ishu i kështu, si ato të Samilit. Në qoftë do ta banalizojmë, hajde ta banalizojmë. Nësë është banalizim. Nëse do shembuj, në reformën territoriale, jo më larg se tani e kam kundërshtuar unë qeverinë. Hapër fare. Në media. Qeveria 1, 2, 3. Cili është objeksioni juaj për reformën territoriale, se kjo është një çështje shumë e rëndësishme? Çështja e reformës territoriale nuk duhet të degradohej në ndarje kufish, po duhet të jetë çështje kompetencash e pushtetit lokal, më shumë se sa ndarje kufish. Dëmtohet Bashkia e Lezhës me projektin e PS-s? Jo, s'ka dëmtim. S'ka. Po pse e keni ju këtë si objeksion pastaj? Kush e ka thënë këtë? Jo, që thua tani që duhet ketë këtë. Kam folë për kompetencat, jo për ndarjet. Jo për vijin e... Kam folë për kompetencat. Se ka probleme kryesore janë për disa bashki. Çështja e kompetencave të pushtetit lokal duhet të rishikohet. Është absurde. Disa cënime të pavarësisë dhe këto i kam ngretë publikisht. Dhe s'kam pas asë një lloj impakti negativ as nga Rama, as nga Grukush. Ja kam ngretë në mbledhje hape televizorin, në mbledhje kur kemi bërë takimin për legalizimet, jam ngritë unë live dhe kam kundërshtuar, s'jam dakord. Në kryeministeri, live, televizor. Çfarë ka thënë Rama? Kanë reflektuar, mrapa kanë ndryshuar draftin. Unë s'jam dakord, kam thënë. Dhe jo një herë, po disa herë e kam bërë, dhe s'kam pas një pasojë, dhe nuk më ka thënë një herë pse flet. Jam ngrit në mbledhje me ministra, me drejtor përgjithshëm, me kryetar bashkisë në Shkodër, dhe i kam thonë. E pikë spari nuk kanë rregull qeveria, sepse sillet keq me pushtetin lokal, sepse nuk jepen përgjigje, ja këtë që folëm në çfarë. E tjerë dhe më ka thënë të drejtë. Kemi bërë debate gjithmonë dhe nuk është se kalon ashtu sikur mendoni ju nuk i shikoni gjërat aty, është problemi juaj, po unë nuk mendoj që Rama ka ndrydh në një njerëz për të folë. Ju ishit prezent kur bëri debatin me zotin Braçe në mbledhjen e fundit? Po jo, unë nuk jam deputet. Jo, po ishin dhe drejtuesi i qarqeve aty. Jo, s'jam drejtues i qarkeve. Kryetarët e bashkive, nuk ishin? Jo. A nuk ishin kryetarët e bashkive? Pas debat kështu nga ato që dëllim media më. E kuptova ti e zbut fare. Tani, po Braçja është socialist. Po Braçja nuk bën kompromis. Dhe është dhe Rama... Jo, Braçe shqyqy që e keni, Rama e ka pranuar Braçen ashtu si që është. Edhe me ato shpërthimet e vetat momentit që qohet e ike dhe del, se kështu e quna i, për mos me vazhdu debat, e qonë. Debati është, Ben Blushi ka bërë debat duke qenë ne aty. Pra nuk ka ndodhë në një herë që PS-ja... Nuk ka ndodhë në një herë që PS-ja të ketë pas një qetësi dhe një kështu nga këto kollitit, nga krau matanë, si u shifni Berishën e kujtoni se edhe Rama... Jo, unë një do të gjera them. Tani, duaj një komentojnë edhe si politikan, edhe si ish drejtues policie, ose një specialist i sigurisë. Ajo ngjarja e djeshme ku deputeti Agron Shea i mori atë kopjen e vetme të një draft marrëveshje me Shtetet Bashkuara të Amerikës, që do miratoi në parlament,
për një hua $320 milion për pajisje ushtarake. Marrja e saj dhe dalja, çfarë është? Ju jeni njëri kompetent për ta shpjeguar si në aspektin politik, por edhe në aspektin juridik. Është tendencë për protagonizëm, është një kalamanllik, një sjellje e nivelit Z të një deputeti i cili nuk e di arsyeën, po sforcohet sa me rrjetet sociale dhe sa me ca për tu fokusuar si lider në. Unë mendoj që ka bërë një gaf fatale. Një dokument i klasifikuar nuk preket me dorë. Dakor? Është ligj ajo. Jeni duke thënë që është një vepër penale? Po sigurisht. Si, mund për ata që ta ndjekin. Shpjegoj se unë një dokument tash tonin që ke personal ti, jo klasifikuar, personali ke çështjet tona aty dhe dal jashtë me vrap. Çfarë mendon ti? Ma ke vjedhur. Po ta vota pra. Atëherë, plus që në rastin konkret ke të bësh me një dokument të sigurisë kombëtare, që është i klasifikuar, që merret, por merret me firmë, me miratim. Jo, ai ishte vetë me kopje, se merret dot njëri. M'fal, merret me lexu aty, po brenda. Mirë për ta lexuar, po. M'fal, brenda institucionit, ti mund të ulesh në tavolinë, mund t'i thush sekretarit, unë kam marrë me lexu se duhet marr. Ulu aty dhe lexoj. Pse e merr me ik me vrap? Ma shpjego si e mendon ti? Pse e merr me ik me vrap? Jo, unë po të pyes ty. Pse mori ai dhe iku me vrap? Po, kalamallik. Tendencë për protagonizëm, për të bërë një show mediatike dhe për të thonë që unë po luftoj me pushtetin. Dhe në një shtet normal, ati iqet imuniteti, me një shtet normal. Iqe imuniteti? Po për me herë. Me herë dhe arrestot, për çfarë prej këtij, jo po unë se nxora nga kuvendi, se mbrapa pasaj kuptoj, e nxore së nxore, mu nuk më duhet gjonë. Për mua e ke marrë, dhe që mori zvarë vajzën një, ajo shketa duke ikë. Pse atë e qëlloja jetë? Shkoj urzuma ajo, ajo po kërkon të dokumentin. Jo, merri gjuna pra të vajzën. Por që momenti ku ta kërkon ajo, mos e merr. Ti as ke edukatë, ke të bësh me një grua aty, me një femër, me një vajzë. Ke shumë drejt. Dhe duhet të reagosh për hir të asaj se ti je njerëzor. Ti je drejtuesi një opozite që mendon me shku larg. Atëherë si ka mundësi ti nuk ke respekt për një njeri aty që është vajzë apo grua? Tani jemi në fund, zoti Ndreu. Për te asaj. Qartë. Jemi në fund, zoti Ndreu. Të gjitha gjasat janë që vjeshta të jetë një vjesht ankthi për majorancën socialiste, sepse janë rrethana të tilla. Ju qeshni, po tani kështu janë situatat e re. Po ti në atë Bashkinë e Lezhës je në rregull, ti s'ke ankth atje. Çfarë parashikoni? Mos ndihmojmë, e dini ju se ç'ndodh me disa protestues atje apo s'di? Çfarë ndodh? Nuk më përfaqëson, babën ka pas burg për vrasje, dikush aty, vetë student me 5. Që është drejtuesi protestës e ke fjalë? Po kush është ky? Është nivel, po nuk do t'i tham me emra sot. Po me emra. Po i njoh, më vjen shumë keq, Do të thënë babai the? Babai në burg për vrasje ka qenë. Nuk jeton më, fatkeqësisht. Për vrasje? Po. I dashuri ose e dashura me tjetri me drogë. Rrini se është një kombinacion në disa pika shumë i shëmtuar. Disa kanë një mal me civil, kanë malin në civilin. Jo, unë e kisha gjetë kë fjalën që faktori ndërkombëtar dhe fakti që në shtator fillon punë merr mandatin e tij dhe ambasadori amerikan në Tiranë. Shumë mirë do më thonë. Jo, shumë mirë, po me faktorin ndërkombëtar zoti Rama nuk ose i ka marrëdhënie shumë të mira, sidomos me Shtetet Bashkuara të Amerikës. Kush ta tha se si ka të mira? Kush ta tha? Po, do të them një faktor tjetër që ministri i jashtëm gjerman erdhi këtu dhe nuk takoi zotin Rama. Tani këtu e kam fjalën unë te faktori ndërkombëtar. Ky ministri Rama takoi kancelarin e Gjermanisë. Po, ministri i jashtëm kur erdhi para 5 muajsh ndodhi. O takoi të madhin më. Jo, e ka takuar, po ministri i jashtëm vjen këtu. Po i madhi ai kancelari pse takoi atëherë? Po mirë, kjo është tjetër. Çfarë kështu ki muhabet? Pyetja zoti nuk takoi djalin, po takova unë. Zoti Ndreu, pyetja ime është, si do ta menaxhoj zoti Rama vjeshtën politike? Tu do jemi, shumë mirë do ta menaxhoj. Ashtu sigur i ka hije me ndryshime të forta. Ku në qeveri? Duhet bëj qeveri? Edhe në vijën e sjelljes së qeverisë. Duhet bëj ndryshime në qeveri sipas? Nuk e di në qeveri se çfarë do bëj, sa çështja e tij, po në vijën e sjelljes së qeverisë me disa standarde të venitura për shkak të kohës,
Cilë sektori ka më Të problematik? gjithë administratën dhe bje. Të gjithë administratën, do ndryshoj qeverin prap. Do ketë një statut tjetër të sjelljes administrata. Këtu do jemi të shikoni. Statut, mënyrë sjellje, të detyrueshme dhe transparencë për gjithçka duhet do të rritet niveli i transparencës në nivele shumë të larta deri në konsultime publike, në referendume në gjithë. Dhe për ta mbyllur fare, një parashikim për zgjedhjet lokale të vitit 2027, se erdhën në mars, prill, maj. Parashikim për Lezhën apo për gjithë Shqipërinë? Për gjithë Shqipërinë, se ju jeni profil për Lezhën e mora veshun që e ketë sigurt fitoren ti po. Partia, jo, sigurt fitore s'ka, unë nuk shkoj me siguri fitore. Do vjen shumë keq. Ai që shkon me sigurinë fitore, ai humbet. Unë shkoj me CV, timen, me punë dhe për të treguar se ku do shkoj. Ku isha, ku jam, ku do ik. Të tjerët vinë me mëzi mua. Për shembull, një ndër arsye pse unë fitova në 2023-shin ishte kjo. Njerëzit mendoshin se e morin 2019-ën si e mori, s'ka shansa zonë e PD-s, shumë të majt u bën kundër meje, sa për dini. Njerëzit e panë se më në fund në Lezhë erdhi dikush që punoi ma dhanë mua. Ndërsa kundërshtari më sulmonte vetëm mua. S'po të asnjë punë tjetër, vetëm bame. Edhe unë nuk i thash kurrë asnjë fjalë, dhe nuk kam mend me thon nesër asnjë fjalë për atë që është përballë meje. Si e parashikon betejën tuaj një personale një? Unë do bëj maksimumin për të fituar dhe për të bërë mandat dhe për të lënë një shenjë pa shlyeshme në historinë. Dhe në aspektin dhe në rang kombëtar, Partia Socialiste? Absolutisht Partia Socialiste. Si, fiton? Sa fiton? Një parashikim tuaj? 70-30. 70-30? Ue. Mbaj aty dhe... Qa do bëni me gjithë të pushteto? Do i meni gjej morë gjitha mo? Dhe na je populli mos i që... Populli jepi. Po zotëri, më falë. Dhe pasat del populli me Flamingo del në rrugë. Po jo mos është populli ai. Po një vit zgjati 83 mandate. Më falë një minuta, ka mundësi sa përqind është opozita në konfigurimin e popullatës? Ma thuj pak? 40 sa shkon? Jo, po ajo që doli Flamingo, nuk ishte opozita. Më falë, ka mundësi. Sa opozita, sa përqind është? Sa? Po 40 e pak. Atëherë nuk mund do të nishesh opozita me 40% të popullatës, jo, është normal. Revolucioni Flamingo s'kishte lidhje me PD-n. Nuk ka, po kishte lidhje me paknasi, ishte shumë e mirë. Në momentin që hyri PD-ja e peje që ku ka ta ndis. E çoi protestën te niveli i pjesëmarrjes PD-s. Zoti Dreu, faleminderit për intervistën. Faleminderit ju. Të nderuar teleshikues, ky është emisioni për sot, publicitet nga Ura Lançafoku, mirupafshim. Për herë të parë në Shqipëri dhe Evropë, përmes aplikacionit i reja, zhvilluar nga Akinvest, mund të dërgoni para me MoneyGram në të gjithë botën, direkt në telefoni juaj. Dhe kjo do të kushtojë sa gjysmën e komisionit që do të paguanit nëse ju do të shkonit në çdo sportel. Mjafton të shkarkoni aplikacionin e reja për Android dhe iPhone, të regjistrojeni si klient dhe me njëherë do të dërgoni para në të gjithë botën, me MoneyGram vetëm me gjysmën e komisionit. Bëj zgjedhjen e zgjuar, dërgo para me MoneyGram në aplikacionin e reja.